Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Pushteti nuk rri rahat, ka mizën ndër kapuç, por është një krizë e heshtër e pushtetit. Është një fjalë e urtë popullore shqipe që thot atë që ka shtëpia e nxjerr fëmijë. Arbër fetaj, rrëfen panikun pas dyrëve të mbyllura, gjueti deputetesh në korridoret e pushtetit. Zëvendës kriministi Arben Fetaj doli në emisionin Zoom të televizionit shtetëror të Maqedonisë, programi i dytë, që duhet të jetë publik, por më së paku është publik sepse është i kontrolluar. Dhe foli me ton fitimtar, duke paralajmëruar zgjerim të shumicës parlamentare. Por pas kësaj retorike, fshihet paniku i qartë i një pushteti që po rishqasin numrat nga duart. Deklaratat për bisedime me deputete pak kënaqur nga BDI, nga krahu i Selës dhe nga njerëzit të Taravarit tregojnë një forcë, por nevojë urgjente për të mbajtur frymën gjallë ky pushtet. Në vend që shumica të qetësojë situatën, Arben Fetaj tregon se janë në gjyqi deputetesh në çdo cep të skenës politike. Shpallja e Akis, si e shpartalluar dhe në depresion, është vetëm përpjekje për të zhvendosur vëmendjen, ndërsa realiteti është se pikërisht qeveria e re po jep shenja nervozizmit të brendshëm. Shumica për cilën flet Arben Fetaj, dhe vetë Arben Fetaj mund të fletërojë me deklarata, por realiteti politik toksor po tregon se fluturimi bëhet çdo ditë e me pakra. Edhe pse Arben Fetaj po e sheh veten si arkitekt të një shumice të re, realiteti është shumë më brutal. Kur një qeveri nis të kërkojë deputete pa kënaqur, majta zgjatës për të mbajtur numrat, kjo nuk flet për fuqi, flet për panik të brendshëm. Njerëzit e Selës të larguar, një pjesë e BDI-s e pa kënaqur, Taravarit që ka mbaruar mandatin politik sipas Fetajit, këto nuk janë aleanca, janë copëzat e shpërndara që gjithkush po i sheh si mundësi për pazarët e momentit. Arben Fetaj paraqet si periudhë intensive, por intensive është vetëm lëvizja për të kapur kushdo që mund të japë një votë që i shpëton shumicës nga rëmuja. Deklarata për Akin e shpartalluar dhe në depresion është thikë drejt për drejt nga qeverisja së mëparshme, por kjo retorik nuk e fshet dot faktin që kur një pushtet nis të merret në shërbime sekrete publikisht, zakonisht ka krizë brenda vetes, jo siguri. Me pak fjalë, Arben Fetaj vërtet fluturon me retorik, por realiteti është se shumica fluturon pa krah dhe po kërkon çdo që jep një shtytje për të mos rënë. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.